Pogradeci shkruan histori në volejbollin shqiptar të femrave. Liqenore u shpallën kampione kombëtare duke mundur Tiranën në serinë e ndeshjeve mes tyre me rezultatin 3-2. Vendimtar suksesin në ndeshjen e 50 fundit të shtëpi me shifrat e pastra 3-0. Entuziazmi i Pallatit të Sportit në Pogradec ishte i mbushur plot në këtë sfidë të rëndësishme dhe e shtyu më shumë ekipin vendas drejt suksesit. Diferencat ishin të dukshme, pasi seti i parë mbyll 25-16, i dyti 25-20 dhe i treti gjithashtu 25-16. Organizimi i lojës në duart e Bajraktarovic ishte çelësi i suksesit për skuadrën e trajnerit të Pogradecit Besnik Lisha, e po ashtu ndër më të mirat e takimit të fundit ishte një tjetër e huaj, Johnson. Kur u nisa për të ardhur në Shqipëri nuk e prisja kurrë këtë, por u bekova me një grup fantastik vajzash dhe e bëm gjithçka për njëra tjetrën. Kemi punuar shumë fort për këtë donim. Edhe Tirana punoi shumë fort, por në fund është vetëm një ekip që ngjitet në maj. E dija që nuk do ta falnim ndeshjen e fundit në qytetin tonë me gjithë këta qytetarë të mrekullueshëm që na mbështeten. Kjo tifozërisht e mahnitshme, po të shikon nuk ka vend fare këtu ulen njerëz tash njerëz kanë ardhur. Ne bëmë më të mirën sot edhe nuk falem asgjë. Mendoj bëjmë lojën tonë më të mirë dhe duket edhe nga rezultati, por dua të përgëzoj ekipin e Tiranës për këtë luftë sportive që treguan, pasi pak finale nuk janë pak për të luajtur. Atmosfera në qytet ishte tejet festive dhe suksesi u festua gjatë. Ky është një sezon impresionues për këtë ekip, pasi më herët kishte fituar Ligën Gjergj Kastrioti, aktivitetin e përbashkët në Kosovën, si dhe Kupën e Republikës. E në këtë mënyrë, Pogradeci është tashmë një realitet i ri por i bukur në volejbollin shqiptar.